فاستعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Allahun e falenderojmë dhe prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Kërkojmë prej Allahu subhanahu wa taala që të na mbrohen prej veprave tona të këqija. Atë që Allahu e udhëzon nuk ka kush e humb, ndërsa atë që humb Allahu nuk ka kush e udhëzon. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar me merit tjetër përveç Allahut azza wa jall dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na bën të sinqert në fjalët tona, në veprat tona, në thirrjen tonë. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që Allahu të na jep sukses dhe të na shton diturinë e dobishme dhe të na largon nga ajo që s'kemi dobi. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që Allahu të na jep përfundim të mirë, të kemi përfundimin tonë me fjalën la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Elusim Allahun azza wa jall që ai të na bashkon në Jannatul Firdaus ashtu sikur se që na ka bashku në këtë xhami. Amin. Vazhdojmë me serialin e ligjëratave që titullohet Udhëtimi jon drejt ahiretit. Sot me lejen e Allah subhanahu wa taala do të ligjërojmë me një temë që titullohet Asbab Adhab al-Qabr. Shkaqet, disa mëkate që bëhen sebeb që njeriu të dënohet në varr. Allahu na ruajt prej dënimit të varrit. Së pari do të përmend disa argumente nga Kur'ani dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për ekzistimin e dënimit të varrit. Dhe pastaj do t'i përmend disa shkaqe, se cilat janë ata shkaqe të cilat njeriu dënohet në varr. Sepse disa njerëz, nuk po thon dietar, mohojnë dënimin e varrit. Thonë se të vdesim mos ka më dënim. Ne do t'i përmendim disa argumente nga Kur'ani dhe Suneti. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Leula alla tadafanu. Sikur mos të alivanoseshit. Sikur mos ta kishë humbë dijen. La da'awtu Allah an yuriyakum min adhab al-qabr. Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Do ta shalut Allahun që ju ta shikoni dhe të ndëgjoni se si dënohen banorët e varrezave në varre. Mirë po për shkak se ju s'kishim mujt me duru britmen,
që vikasin ato që kur dënohen, prandaj thot nuk e lusë Allahun subhanahu wa taala. Thot të gjithë e ndëgjojnë dënimin e varrit, vetëm se njerëzit edhe kafshët nuk e ndëgjojnë dënimin e varrit. Allahu azza wa jall thot në Kur'an: وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Ne do t'i dënojmë njerëzit me një dënim të vogël, para dënimit të madh, që ata të kthehen. Komentatorët e Kur'anit fjalën dënim të vogël kanë komentuar dhe kanë thonë se dënimi i vogël është një pjesë e dënimit të vogël është në dunja. Allahu i sfidon besimtarët, musliman, njerëzit që të kthehen, që mos të bëjnë mëkat Allahut azza wa jall. Dhe sa një pjesë tjetër është në varr. Dhe pastaj do të kthehen tek Allahu dhe atje është dënimi i madh. Gjithashtu Allahu në Kur'an për argumenteve se ekziston dënimi në varr, ka thonë Allahu në Kur'an: "An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya." Flet për Firaunin edhe për familjen e Firaunit. Ata thot i ekspozohen zjarit natën edhe ditën. Wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashad al-'adhab. E kur do bëhet kiameti, Allahu do të thot në atë ditë Firaunin edhe familjen e tij shtinën në dënimin më të rëndë. Domethënë ata natën edhe ditën deri në ditën e gjykimit dënohen me zjarr në varr. E kur të bëhet kiameti, atëherë Allahu Firaunin do ta shtinë domethënë një dënim më të rëndë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpesh bëjte dua. E kërkonte për Allahu që Allahu azza wa jall ta mbron prej dënimit të varrit. Dhe këtë dua e bënte në namaz. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam. O Allah, më mbroj prej dënimit të xhenemit. Wa a'udhu bika min adhabi al-qabr. Më mbroj prej dënimit të varrit. Wa min fitnati al-mahya wal-mamat, prej fitnes dhe sprovës së jetës dhe vdekjes. O min fitnati al-Masih ad-Dajjal, dhe më ruaj prej sprovës së Dajjalit. Pra, këto janë argumentet se ka dënim në varr, prandaj ne duhet që të kërkojmë prej Allahut që Allahu ta na mbron prej dënimit të varrit. Shkaku, sebebi i parë, mëkati i parë që njeriu dënohet në varr është ash-shirku billah. Mi bo Allahu subhanahu wa ta'ala shok. Me lut dikën tjetër pos Allahut. Me bo ben dikuj tjetër pos Allahut. Me thërë një kurban në emër të tjetër kuj pos Allahut azza wa jall. Kush vdes pa u pendu do të dënohet në varr. Allahu azza wa jall thot në Kur'an: "Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Allahu nuk e fal shirkun, që ati t'i bëhot shirk, nuk e falë mëkatin, që Allahut t'i bëhot shirk. Pos mëkatit, pos shirkut, ata që janë ma posë shirkut, i falë mëkatit, limen jesha, kujt i donë. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem thot në hadithin e vërtet, thot Allahu, pra hadithi është kutsi: "Ja ibn Adam, o bil Ademit, inneke law da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali." O bil Ademit, përderisa ti më lut mua dhe shpreson tek unë, kam e ti falë të gjitha mëkatet dhe nuk e kam dert. Përderisa ti kërkon falë tek unë dhe tek unë shpreson. Ja ibn Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama thumma astaghfartani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. O bili Ademit, ne jemi bitë Ademit. Sigur të arrin mëkatet tuaja prej në tokë dhe në qiell, pastaj kërkon falje tek unë, kam e ti falë mëkatet dhe se kam dert, s'mërzitën.
Ja ibn Adam, law ataytani bi qurabi al-ard khataya, o bir Ademit, sigur se pas si që të vdesësh, vjen tek unë me mëkatet mëdha aq sa është toka e madhe, aq sa është sipërfaqja e tokës e madhe. La ataytuka thumma laqitani la tushriku bi shay'an. Pastaj më takon mua dhe nuk më ke bë shok. Nuk ke lut dekan tjetër me mu. Pra kjo është sharti, kjo është kushti, ja? Më takon mu dhe s'm ke bë askënd shok në adhurim. Thumma laqitani la tushriku bi shay'an ghafartu laka wala ubali. Ti fali mëkatet. La ataytuka bi qurabiha maghfira. Edhe aq sa është sipërfaqja e tokës, unë kam të fal ti mëkatet. Me kusht, nëse vdes dhe shkon, duke mos i shoqëru Allahut shok në adhurim. Shkaku i ditë, në nderuar vëllezër, është an-nifaq. Si e faqësia. Me i bëh veprat për si e faqe. Me fal namazin për si e faqe, me dhënë sadaka për si e faqe, thot Allahu për munafikat. Se nu'adhibuhum marratayn. Kemi me dënu diher. Thumma yuraduna ila adhabin adhim. Pastaj kena me dënu me një dënim të ashpër të më të madh. Ka thonë dietar marratayn në dunja edhe në varr. Ata të cilët i bëjnë veprat për si e faqe. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e transmeton Imam at-Tirmidhi me zinxhir hasan, thot kur hin munafiku në varr, Allahu azza wa jall i thot tokës shtype, dhe toka e shtrëngon derisa brit i hin njëna për tjetrën. Edhe kështu dënohet deri në ditën e gjykimit. Allahu na ruajt prej dënimit të tij. Shkaku i tretë prej shkaqeve të dënimit të varrit të ndruar vëllezër është el-kadhib, gënjeshtra. Wailu yawma idhil lil-mukaththibin. Mirë për ata që përgënjeshtrojnë. Mirë për ata që gënjejnë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, aleikum bis-sidq. Thuane gjithmonë të vërtetën. Fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr. Nëse thuti të vërtetën, e vërteta të shon në punë të mira. Wa inna al-birra yahdi ila al-janna. Punë të mira të shojnë në xhennet. Wa la yazalu ar-rajulu yasduq hatta yuktaba inda Allahi siddiqa. Dhe të vazhdon njeriu ta thotë të vërtetën derisa tek Allahu do shkruhesh se je ai i cili e thot të vërtetën gjithmonë. Siddiq. Abu Bakr as-Siddiq, i besueshmi, i vërteti. Pra është derexha pas pejgamberëve më njëherë vin as-Siddiqin, pastaj vin shahidat. Pra shkruhesh tek Allahu Siddiq, ai që e thot gjithmonë të vërtetën. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wal-kadhib, rujuni thot prej gënjeshtrës. Fa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur. Rrena të shon punë të këqija. Wa inna al-fujura yahdi ila an-nar. Punë të këqija të shon në zjarr. Wa la yazalu ar-rajulu yakdhib hatta yuktaba inda Allahi kadhaba. Do të vazhdon njeriu ta thot gënjeshtrën të rrenë derisa tek Allahu azza wa jall të shkruhet kadhab. Gënjeshtar, rënavec. Prandaj besimtari gjithmonë e thot të vërtetën. Pejgamberi alayhis salam thot qul al-haqqa walau kana murran, thuaj të vërtetën edhe nëse është e hidht. Edhe nëse është kundra teje. Gjithmonë me thon të vërtetën. Sepse ai i cili gënjen, rren, çfarë dënimi ka me pas në varr. Në hadithin që e transmeton Samurah ibn al-Jundub, thot pejgamberi alayhis salam, më erdhën një natë di persona në ëndër. Ëndra pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është hak dhe është e vërtetë. Edhe thot, më than, "Intaliq, has me neve." Dhe shkova me ata. Thot e parë takum një njeri i cili ishte duke u bë azab.
ishte njëri dhe më thonë duke e dënu me një grep të hekurit, edhe atë grepin ja shtike në goj deri mas veshit, ja qajke. Ja shtike në hun deri mas veshit, ja shtike në si deri mas veshit, kështu e dëleke, pejgamberi sa më trishtu. Pasi që u shëru kjo anën tjetër, njësoj sigur se anën e djathtë, pastaj anën e majtë kështu e dënojshë. Pejgamberi sa më trishtu. Tha subhanallah, çka është halli i këtij? Pse ki dënohet kështu? Në fund tregon Xhibrili dhe thot, ki thot ka rrejt. E ka menu një rrejn edhe rrejna e tij ka përhap këtë horizontin. Edhe pra këtë arsye të dënohet kështu. Disa njerëz kështu mendojnë, tan natë mendojnë rrejna që nesër i përhapin rrenat e këta kështu kanë më dënue në varë. Shkaku i katërt të ndëruar vëllezër është ai i cili e mëson Kur'anin dhe e lën Kur'anin. E mëson Kur'anin dhe e haron Kur'anin. E mëson Kur'anin dhe nuk e praktikon Kur'anin. Edhe shkaku i pestë është ai që fle në namazet fars. E prek namazin tjetër. Flezë gjumin i bashkon namazet. Në hadithin e njëjtë, Samura ibn al-Jundub, ku me lajket e marrin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke hes pejgamberin sa e shef një njeri tjetër duke u bë azab. Njëri ishte për tokë i shtrin, tjetri me një gur të madh i mshon edhe ja çon kryen në dy pjesë. Guri rrotullohet, të shku të marr gurin përsëri i rregullohet krija kështu e dënon. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u trishtu. Edhe tha, çka është halli i këtij? Atëherë Xhibrili tha në fund të tregon dhe thot, ki thot e ka mësu Kur'anin edhe ka flet, edhe ka haru Kur'anin. Edhe gjatë namazit fars dhe ka flet, i ka bashku namazit. Prandaj të kemi kujdes të falim namazin në kohë, sepse vepra më e dashur te Allahu është namazi në vakt. Dhe mos ta lëm Kur'anin mas shpine. Sepse pejgamberi alayhiselam ka thonë abshiru, po ju përgëzoj. Fa inna hadha al-Quran tarfuhu bi aydikum wa tarfuhu bi yadillah. Sepse ky Kur'ani thot një qosh domethënë një skaj është në dorën tuaj dhe një qosh është në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Fatamassaku, kapuni për Kur'anin. Falan tadillu wa lan tuhliku. Nëse kapuni për Kur'anin, s'keni me hum dhe nuk keni më ushkatru asnjëherë. Shkaku i gjashtë për shkaqeve të dënimit të varë vëllezër është aklu riba. Ata që e hajnë kamatën. Thotë Allah në Kur'an, ja ejuhalladhina amanu, ittaqullah. O ju besimtar që keni besuar, keni frikë Allahut, wa dharu ma baqiya min ar-riba, dhe largoni prej kamatës. In kuntum mu'minin, nëse jeni mu'mina. Fa in lam taf'alu fa'dhanu bi harbin min Allah wa rasulih. E nëse nuk e bëni këtë, nëse nuk largoni prej kamatës, Allahu ju shpall juve luftë edhe i dërguari i tij. Për asnjë mëkat, Allahu azza wa jall nuk ka thonë që i shpalli luftë përveç se për kamatën. Dërsa ai i cili ha kamatën në varr, çfarë dënimi ka me pas? Në hadithin e Samura ibn al-Jundub, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam arrinte një lum, plot e përplot me gjak. Edhe njëri noton. Edhe vjen deri në breg të lumit dhe një tjetër jam shon me gur edhe e kthen mbrapa. Kështu e dënon. Pejgamberi sa të çka është halli këtij, thotë kifët e ka hangër kamatën. Shkaku i shtatë është az-zina. Amoraliteti, zinaja. Thotë Allahu në Kur'an, wala taqrabu az-zina. Mos u afroni zinas. Nuk ka thonë mos bëni zina, po thotë mos u afroni. Çka është afrimi i zinas? Fillon prej shiqim. Prandaj Allah na ka thonë ulën e shikimin. Sepse shiqimi është një shigjet prej shigjetave helmuese të shejtanit që ta helmon zemrën e besimtarit. Fillon me shiqim, pastaj me buzëqeshje, me bisedë, me takim, edhe vjen te zinaja. Prandaj
Allahu thot, wala taqrabu zina. Mos ju afroni zinas. Ndërsa ata të cilët bëjnë amoralitet, çfarë dënimi kanë me pas në varr? Të njëjtin hadith të Semura ibn al-Jundub, pejgamberi alayhis salam shkuan te një furr. Edhe në atë furr tha, ndëgjova disa zona duke u dënu. Edhe i pash disa gra edhe bura duke u dënu. Edhe kur mirke ajo flaka, zjarmi, kur u ndeske, dëshin me dalë për një birë, ajo birë ishte birë e gjelponës. Pastaj, pejgamberi alayhis salam në fund, thot, kush janë këto, o Gjibril? Gjibrili alayhis salam thot, këto janë ata zinaqarët edhe zinaqaret. Allahu në ruajt, në ruajt vëllezër. Pse i mësojmë këto vëllezër? Ne këto, domethënë, kemi për qëllim që ne që të largona prej këtyre veprave, ta mësojmë sherin që ne pastaj të largona prej këtyre gjonave. Thot një poet, araftu sherre la li sherri, walakin li uwaqi. E mësova sherin jo për ta bërë sherin, po për të ruajtur prej sherit. Wa man lam ya'rifu sharra min al-khair yaqa'u fihi. E ai që nuk e dallon të mirën prej të keqes ka mundësi me ra në të keqen. E ne i mësojmë këto vepra që ne të largona, që të shpëtojmë, që ta kemi varrin bavçe prej bavçeve të xhenetit. Edhe pse hadithi ku thotë pejgamberi al-qabru imma rawatun min riyad al-janna aw hufratun min hufar an-niran, varri është bavçe prej bavçeve të xhenetit ose gropi prej gropeve të xhenetit, është hadith i dopt. Hadithi është i dopt, daif. Nuk ka hadith tjetër që tregon që është i vërtet se banorët në varreza që janë varri, domethënë, i vijnë të mirat prej xhenetit dhe varri i zgjerohet aq sa domethënë shef shikimi i tij. Shkaku i 8, i 9 dhe i 10 është domethënë gibeti, i 8, 9 është ai i cili nuk kujdeset për urinën. Bën nevojën dhe nuk e pastron, nuk pastrohet, nuk merr taharet. Edhe shkaku i 10 është ai që bart fjalë, për t'i prish njerëzit. Në hadithin e vërtet që e transmeton Imam Muslimi, thot, një ditë pejgamberi alayhis salam kaloi pranë dy varrezave, edhe tha, innahuma la yu'adhaban. Kanë dëgjuar dënimin duke u dënu. Këta do të po dënohen tani. Wa ma yu'adhaban fi al-kabir. Këto nuk dënohen për një mëkat të madh. Mirë po, bela inno kabir. Ka thonë pejgamberi, kjo është mëkat i madh. Ata se kanë zonë mëkat të madh, ata kanë zonë as mëkat i vogël, s'është shkurxhon ton. Me bë gibet, me bëj fjalë, mos u pastru prej urinës. Ama te Allahu është e madh. Amma ahaduhuma, njëri prej tyre, fa kana la yastatiru min al-bawl, yastanzihu min al-bawl. Njëri prej tyre nuk është pastru prej urinës. Sepse do të më fal namaz, zbot kabull namazi. Wa amma al-akhar, tjetri, kana yamshi bin namima. Ka hez tek njerëzit edhe i ka përça njerëzit. Ka bajt fjalë për t'i përça njerëzit. Të pa të regoj një rast, ka qenë njëni pasunik, ka desh me marrë një shërbëtor për të shërbet e shtëpia. Edhe del në treg, thot, e kam një shërbëtor shumë është i mirë, këtë punë t'i krinë, vetëm se bartë fjalë. Çka të keqe ka? Ki, thot, ki ponare, thot, çka ka thot keqe, thot, ki ma i se mi kri punë të emilia, ne të mi kri javës, ne të bëje fjallë kje, s'ka libin. Edhe e merë, e blenë edhe e merë të shtëpia vetë. Mirë po, ki e ka pas sën kanet, ushqehe, disa njerëzi ushqehen me bajt fjallë. Filoni boni kështu, filoni kështu boni, apëton. A i tha për ti kështu, shkon taj, a tha për ti kështu, për mi prish njerëzit. Ma kesë se sihri. Ki njerë është ma kesë se, ato shka bëjnë sihr. I prish njerëzit. Ju farriku në bejnë almeri vazovgjit. Sigur gjinë, sigur si irbasja. Edhe në, thot këti, shkon të gruja këti pronarit, thot, burri jot ka vendosë me marrë ditën, thot. Nëse donë që unë t'i bëj sihr, duhësh një kime, thot, një akput për mjekës, për mesin mjekës, që akput, mërë
një zgjilet apo gërshon me diçka që kaputësh, më hapsh mua të kimën edhe unë kam e shuka ka me bo sihr që me dash burjat. Se ka sihr dy lloje, sihr al-atf edhe sihr al-sarf. Atf është për me bo me dash, sarf është për me largu atë. Thot kam e bo sihr dhe kam e dash thon burjat vetëm ti mos martohet me ditën. Shkon te buri thot natën kam ardhur thot grejotën me therr thot. Kam ardhur natë çket natë kam marrë me therrën gruaja jote thot. Pse thot e do një burr tjetër aftë. Thot ti thot që mos flet thot boni se ju të fletër edhe kemi diktuar se ka marrë me therr me thik apo me diçka tjetër me gërshon. Edhe ki bën me fletë e bosi kur sa është të flet. Edhe kur vjen gruaja aftë me atë gërshon do bëja marrë kim apo çfarë. Me nëse është e pre, është e thellë. Edhe ke kapo, thot sa të më thera e mund ta thera dhe mirë gruan. Pastaj familja e gruas ata e mitin kat edhe bëhen domethën kështu domethën fesad bën ai i cili i bart fjalë. 11 ai i cili e lëshon teshën poshtë zogit të kamës. Kanë ardhur disa hadithe. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin e vërtet ku thotë Thalathatun la yukellimuhumullahu yawm al-qiyamah. 3 grupe njerëzish Allahu nuk ju flet në ditën e gjykimit. Wala yanzur ilayhim, as nuk i shikon. Wala yuzakkihim, as nuk i pastron. Walahum adhabun adhim, edhe kanë dënimin e rënd. Qalu man hum ya Rasulullah? Than sahabët, kush janë ata o i dërguari i Allahut? Tha el musbilu. Ai që e lëshon teshën, e çon zhak poshtë zogit komës. I diti është wal mannanu, dhe ai i cili ta përmend, ta bën të mirë, edhe ta përmend, ta kumdhon. Të kumbo mirë, të kumshtin punë. Unë kështu të kumdhon. A di kur të dashun ti? Domethën me nan. Allahu subhanahu wa taala nuk i do këtë njerëz. Nëse ke bëu diku i mirë, mos ja përmend. Se Allahu as nuk e shikon, as nuk e pastron, e kanë pas dënim të rënd. Edhe i treti është wal munfiqu sil'atahu bil half al kadhib. Edhe ai i cili e shet pasurinë e tij duke bëu beje të rreshëm. Mallin e vet e shet duke bëu beje, do thon të rreshëm. Këto janë 3 që Allahu subhanahu wa taala nuk i pastron, nuk i shikon dhe kanë me pas dënim të ashpër të Allahu subhanahu wa taala. Omer radiallahu anhu në frymëmarrjet e fundit vin njerëzit e vizitojnë Omerin radiallahu anhu. Vjen një djalosh i ri edhe e shef se teshën e ka poshtë zogit kamës. Edhe i thot, o ti djalosh, ngreje thot izarin, çoje teshën, fe innaha atqa li rabbik, sepse kështu do të bosh më i devotshëm te Allahu. Wa anqa li thawbik, edhe më pastër për teshën tënde. Në atë gjendje të vështirë të rënd, në momentin e fundit, Omer radiallahu anhu e këshillon. Sigur mos kishon diçka mëkat, nuk do të kishton Omerin çoje teshën tënde, mos e lë poshtë zogit të kamës. Ndërsa Sheikh Uthejmini e bën një çfarë dallimi. Thot ai i cili, se disa thonë se do të premend, nëse e shton premend e vastësisë. Thot Sheikh Uthejmini, nëse e lëshon teshën poshtë zogit të kamës, apo e çon zhak, premendje madhësisë, dënimi është 3, më thon fish. Allahu nuk shikon, nuk të pastron, as nuk ka me të folë në gjykimit. Ndërsa nëse e lëshon, jo premendje madhësisë, e lëshon kështu vesh teshën poshtë zogit të kamës, vetëm ajo pjesa prej të zogit të kamës e derisa është, më thon tesha poshtë zogit të kamës, ajo ka mu dënu. Me argument ka thonë për mësa, ma asfale min al-ka'bayn fi an-nar. Tesha që është poshtë zogit të kamës është në zjarr. Këto janë fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk po thon për vete, po thon se ka thon Allahu dhe ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shkaku i 12 për shkaqeve të dënimit të varrit është ai i cili nuk i lën rahat njerëzit me gjuhën e tij. I ofendon njerëzit, i nënçmon, i poshtërson, nuk janë rahat njerëzit për gjuhës dhe për dorës së tij. Një ditë ka ardhur njëri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe
Pejgamberi alayhis salam ka thonë bi'sa akhul ashira. Sa I keq është ki akhul ashira. Dhe pastaj kur e ka shtymë edhe pejgamberi alayhis salam dhe u ka sjell mirë me ta. Kur del jashtë Aisha radhiyallahu anha thotë ja Rasulullah, ti thove fole keq për atë. Sa I keq është akhul ashira. Mirë po kur hinë emrin ti I bone sagi dhe I bone nder. Thot pejgamberi alayhis salam ja Aisha, inna sharra an-nasi manzilatan yawm al-qiyamah man tarakahu an-nas ittiqa' fushi. Njerëzit apo persona më të këqij, me pozitë më të keqe tek Allahu në ditën e gjykimit do të jenë ata persona, ata njerëz të cilët kur njerëzit I lënë për shkak të fjalës apo gjuhës së keqe që kanë ata. Ka dhe njerëz do të thonë vetëm se këshillin me të nënshmu, vetëm se këshillin me të poshtërsu. Këto njerëzit kanë me qenë më të këqij domethënë te Allahu në ditën e gjykimit. Kur ka vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, cili është muslimani më I mirë, ka thënë pejgamberi alayhis salam, el-muslimu man salima el-muslimuna min yadihi min lisani wa yadihi. Muslimani vërtet është ai që muslimanët janë rahat prej gjuhës së tij dhe prej dorës së tij. Uqba ibn Amir I thot pejgamberit alayhis salam, ja Rasulullah, men najat, si shpëtoj ja Rasulullah. Pejgamberi alayhis salam thot, imsik alayka lisanak, ruaj gjuhën tënde. Mos bën gibet, mos përgojo, mos I ofendo njerëz, mos I nënshmo. Walesa ke bejtek, rritë shtëpia jote në kohën e fitnave. Kur ka fitnë, rrin shtëpi, mos dil jashtë. Wabki ala khatiyatak, edhe çaj për mëkatet tua që I ke bërë. Këtu është shpëtimi. Pra ruaj gjuhën. Se pejgamberi sa kush mi garanton, ka thënë kush mi garanton digjona, ja garantoj xhenetin, gjuhën edhe organin gjinital. Shkaku I 50 është dozor ai I cili nuk ka rahmet ndaj kafshëve, që I dënon kafshët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Mëshironi ata që janë në tokë, kam ju mëshiru ai që është në qiell. Men lam la yurham. Kush nuk mëshiron, as Allahu s'ka me e mëshiru. Një gruje, ka thënë pejgamberi alayhis salam hadithin e vërtet, prej beni Israilëve ka hyrë në zjarr të xhenemit për shkak një macës. E ka lidh atë macën, as si ka dhënë me hangër, as se ka lëshu që të shkojë me hangër maca, derisa ka cof. S'ka pas rahmet ndaj macës, ndaj krijesave. Disa njerëz nuk kanë rahmet as ndaj njerëzve. Allahu në Kur'an, men qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fa ka'annama qatala an-nas jami'a. Kush e vran një njerëz pa të drejtë, pa bërë çrregullimin e tokë, sigur se mi pasmbit të gjithë njerëzit. Edhe besimtari është I mëshirshëm, besimtari fal. Thot Ibn Taymija, ahlu sunnati arhamul khalqi bil khalq. Ahlu sunnati janë më të mëshirshëm ndaj krijesave. Ndërsa një gruje tjetër, e cila ka qenë zinaqare, ka ardhur hadith, Allahu ja ka fal për shkak se ka pa një qen aty, I ka dhënë me pi ujë, ka thonë edhe unë pata lavë për ujë, edhe kishin kanë për ujë, I ka dhënë me pi ujë, Allah e ka mëshiruar edhe ka shtin xhenet, edhe pse ka qenë zinaqare. Nuk ka pas tauhid, ka pas vepra të mira. Që kjo vepër e dasht që të rëndoj peshora në gjykime që të shpëton kur del përpara Allahut subhanahu wa taala. Shkaku I 14 vezër është e dejn. Edhe inshallah edhe pak e mbarem. Borxhi. Kur të marrë borxh besimtari, duhet ta pastron niyetin. Si ta pastron niyetin? Ta bën niyetin që ta kthesh borxhin. Sepse disa njerëz marrin borxh dhe nuk e bëjnë nijet që ta kthejnë borxhin. Edhe Allahu azza wa jall nuk ju ndihmon. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e vërtetë që e transmeton Imam al-Bukhari, "Men akhadha amwal an-nas yuridu ada'aha adda Allahu azza wa jall anhu." Kush merr borxh për njerëzve, pasuri merr për njerëzve dhe bën nijet që t'u kthejë njerëzve, Allahu ka më kthy për atë. Allahu ka më ndihmu që ta ktheje borxhin. Që
Qëllimi është ti ta kesh jetën e pastër. Allahu ndihmon, kanë thonë dietarët. Qysh Allahu ja kthen borxhin? Ose Allahu ja shton rrezikun. Ja shton pasurinë e pastaj ki e kthen borxhin. Ose pasardhësit e tij ja kthejnë borxhin. Ose nëse ki borxhin me rata, për shembull, i ki 500 euro diku ja ki borxh, edhe shkon t'ja japsh një ratë 100 euro që thu, ai pronari thot, ti kanë fal tjerat, Allahu ja bën mendën që me ta fal ti borxhin. Ose Allahu Azza wa Jall ditën e gjykimit ka me ta paguajt borxhin. Nëse ke pas niyetin e pastërt. Borxhëdhënësit do t'ja jep një pallat në xhennet, ka thënë pejgamberi sa. Do t'ja jep një pallat në xhennet për borxhin që se ka paguajt borxhmarrësi. Nëse e ke pas një jetin që me e kthi borxhin, ama nëse ke pas një jetë që me e kthi borxhin, do të dënohesh në varr. Do t'jesh i lidh në varr derisa të paguash borxhin. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e transmeton Jabir ibn Abdullah me zinxhir të vërtetë. Thot, ka vdek një person, vdiq një sahabe, edhe shkupët e shefinosëm e bënëm përgatitën me çunë të pejgamberit sa të fal namazin. Pejgamberi sa tha, a ka borxh? Tha, po ka borxh. Tha, unë s'ja fal namazin, falani ju namazin. Tha Ebu Katade, ja Resulallah, unë e paguaj vend aty borxhin, unë e marr për sipër borxhin e tij. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, atëherë ti e ke për obligim ja paguaj borxhin. Kur bëhet të nesërmen, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pyet, o Ebu Katade, çka ndbonë me ato 2 dinar, se 2 dinar e ka pas borxh. Thot, ja Resulallah, thot, shtash sa e vrosëm, ka dal ka vakt. Thot, paguaj sa më shpejt, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur bëhet më thon dita tjetër me radhës prapë pejgamberi kur e takon thot ja ka thotë paguaj të borxhin. Thot po ja Rasulullah, pejgamberi alayhis salam tha al-an barudat jildatuhu. Shtash ju ftof likura e tij. Sepse ai ishte në dënim. Ai ishte i lidh, ka thonë se është i lidh në borxh derisa ta paguajë borxhin. Me një hadith ka thonë pejgamberi alayhis salam që e transmeton Bukharia, yughfaru lish-shahid kull dhanb. Shahidet i falin këtë mëkatet illa ad-dayn. Përveç se borxhi. Mirë po ka një transmetim tjetër që ka ardhur Xhibril alayhis salam ka thonë edhe borxhin, ka thonë edhe borxhin ja fal Allahu subhanahu wa taala shahidit. Po këtë është qëllimi se ti si e ke niyetin. Nëse ke niyetin me e kthi, Allahu ka më ndihmu me e kthi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e transmeton Imam Muslimi, thot, e të drune me një muflis, a e dini se kush është i falimentuar, i bankrotuar? Qalu, ja Rasul Allah, el muflisu fina me la dinara wala dirham. Muflis të këna është ajë që s'ka as dinar, as dirham, dunjo. Fa qala Rasulullah s.a.s. Fal muflisu jom el qiyama, men jati, bis salatin, was zakatin, was sijamin, wal hajj. Ndërsa ditën gjykimit muflis i falimentuar është ai i cili ka marrë me namaz, ka bën namaz, ka agjëruar Ramazanin, ka dhënë zakatin, edhe haxhin e ka bën. Mirë po, çka është halli i këtij personi që bankrotuam? Kat shatama hadha. Njërin e ka shah. Wa daraba hadha. Tjetrin e ka rreth. Wa akhadha mala hadha. Njërin e ka marrë pasurinë. Wa safaka dama hadha. Këti ja ka derë gjakin. Fa yu'ti hadha min hasanati. Dhe vjen njëri ja merr të mirat. Vjen tjetri ja merr të mirat. Vjen secili ja marr të mirat. Ja marr namazin, çka ka bëu subhanallahu. Veprat më të mira që me këto vepra fitohet xheneti. Mirë po kjo ka qenë i padrejt. Derisa asnjë vepër nuk i mbet. Thot vinë edhe të tjerë thot që kërkojnë hak, i japin edhe xhijat, edhe shkon zjarr të xhenemit. Allahu na ruaj. A dhe të kemi kujdes vëzër për mëkatet, për padrejtësitë që ua bëjnë njerëzive. Mëshira e Allahut vëzër, kur dëgjojmë këto, mos t'i humbim shpresat e mëshirës së Allahut. Mëshira e Allahut është e madhe. Edhe Allahu subhanahu neve na i fal mëkatet.
Por ne duhet mi marrë sebebet. Duhet me kërkuar mëshirën e Allahut, se pejgamberi alayhis salam ka thënë, Allahu i ka 100 mëshira. 99 i ruan në ahiret për robërit e vet, vetëm se një mëshirë e ka zbrit në këtë dunjë për këtë njerëzimin. Prandaj duhet mi shpresa të mëshirës e Allahut, por duhet ta dim se dënimin Allahu e ka të rënd për ata të cilët nuk largohen prej mëkateve. E ka mëshirën e madhe, por e ka dhe dënimin e rënd. Allahu ka vënë kushte dhe rregulla. Allahu është i drejtë. Prandaj Allahu subhanahu wa taala thotë në Kur'an, A'udhu billahi minash rajim, Nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna 'adhabi huwa al-'adhabul alim. Thot përgëzoj, lajmëroj robërit e mi se mëshira ime është e madhe. Mirë po thot, në ta din ata se edhe dënimi im është i rënd, është i ashpër. Dhe mëshira e Allahut është afër bamirëse. Inna rahmetallahi qaribun minal muhsinin. Mëshira e Allahut është afër bamirëse, afër atyre të cilët bëjnë mirë. Inshallah dersën e ardhshëm vazhdojmë inshallah. Elusim Allahun subhanahu wa taala që Allahut na i pastron zemrat tona. Elusim Allahun azza wa jall të na jep përfundim të mirë, të na e bën varrin bafshë prej bafshëve të xhenetit dhe të na shtin në xhenetul firdaus me pejgamberlert, me shahidët, wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما